Mirëmbrëma që të gjithë herë. Në këtë podcast kena të ftuar këto kandidat në kryetarëve të bashkive të këtyne që kandidojnë për këto zgjedhjet e këtij vitit, që që këto të Matit, të Beratit, edhe ky i Cerrikut, edhe tjetër ky i Tevelenës, edhe i Vlorës, edhe kështu që jam këtu me këto për të nesë. Ta nisi mirë si fillim me shoqet e partisë, vë Bruno, o me lele. Që votash dë në bësh ti me la, sa ke menu që dë morësh ti adim Vlorë? Sa vota dë morësh e Allah që të dim si është? E po, ne atëherë do mundojmë të bëjmë maksimumin që të dalim fitues. Normalisht nuk është se presim që të fitojmë. Dihet që ne do fitojmë, po gjithsesi me pak fjalë se tash se nuk edhe sa vota do morësh e Allah po të them. Për afërsisht se ma thuj numrin. Atëherë, me qenë se dashkeni një numër fiks, unë besoj se 273.456 vota. Kështu kalojmë edhe te kalojmë më saktë planin me 170% të parashikimeve që kishë. Mirë, a më pra kështu ka lecet, kështu ka qef për ti çka thët, po ti është gramos. Sa vota do morësh nga të pelena tjela, që ta dim mos na dalësh nga lafi se tash ne do të kalojmë planin me 210%. Po veçse se jemi bashkim e vogël, s'besoj të bëjmë një 200 sa shoqja. Po mi më lë se të bëni. Po janë 125 mund të bëjmë një. Mrekullisht. Pa frikë domethënë, 125.000 vota. Le mos e shumë se vit mendjen, po se mrekullisht. Këto i ke nga ana ime domethënë. Faleminderit shumë. Jepte kur ka mbaruar ai muhabet, mbaroj mos ashtu, mos e llogarisni fare shokurama. Mirë rosh. Un kam besim te partia. Dhe besoj se do ta me të hikësh, hik.